Njësia administrative Ana e Malit pastrohet shumë rrallë nga mbetjet e shumta që hidhen në kontinjerët e mbetjeve, por edhe jashtë tyre. Ashtu siç shihet në pamje, mbetje të shumta ndodhen pranë rrugës nacionale nga Oblika deri në Obot. Banorët shprehen se pastrimi bëhet shumë rrallë dhe natyrisht këto mbeturina i krijojnë një imazh negativ kësaj zone. Po duhet pastru kjo e bë rrëmuj gjithkohë. Pamje të keqe boll. Se i hapin mbeturinat nëpër rrugë. Duhet marrë masat derisa bëjmë edhe pagesen, edhe pastrimet do të bëhen. Ka do kohë që janë pastru, kjo në fakt ka edhe është rrugë nacionale për ish homazhin kjo hymja qytetit. E mira është me i pastru se marrin smëllese, majnë mikrobe, majnë ashtu. Me kanë me i pastru boll mira është. Në fakt ndërhyrja në këtë zonë është tepër e domosdoshme, kështu që banorët e zonës së Oblikës, përveç mungesës së ujit të pishëm, duhet të durojnë edhe mbeturinat e shumta që ndodhen pranë shtëpive të tyre dhe nuk pastrohen rregullisht.